Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Nuk do ta besoni, Jakush po e menaxhon llogarinë e Mozës. Ish banori i fermës Akili ka hedhur akuzat të forta së fundmi përmes llogarisë së tij në Instagram, duke zbuluar një prapaskenë të papritur lidhur me menaxhimin e rrjeteve sociale të Moza Ahmetit, teksa ajo ndodhet brenda në shtëpi. I pyetur shpesh nga ndjekësit se pse Moza ose profili i saj zyrtar nuk i ndan asnjëherë në story postimet dhe fjalët që ai shkruan për të, Akili ka vendosur të thyej heshtjen. Ai ka sqaruar situatën duke deklaruar se llogaria e shkrimtares nuk po menaxhohet nga njerëzit e saj të gjakut, por nga persona që sipas tij kanë pasur gisht në eliminimin e tij nga gara. Për ju që më pyesni pse Moza nuk bën repost storyt e mia, kam pyetur dhe Instagrami i Mozës nuk menaxhohet nga familjarët e saj, por nga marionetat që luftuan që unë të dal jashtë. Ky zbulim e ka bërë Akilin të reflektojë edhe mbi raportin e tij aktual me vetë spektaklin. Ai ka theksuar se kjo është arsyeja kryesore pse ka zgjedhur të distancohet totalisht nga programi, duke mos e fshehur keqardhjen për faktin që shkrimtarja ndodhet aty. Besoj tani bën sens pse unë nuk merrem më me atë format edhe pse më vjen keq që Moza ka ngecur aty. Kjo deklarat ka hapur një diskutim të ri në rrjetet sociale rreth prapaskenave të menaxhimit të imazhit të banorëve jashtë shtëpisë dhe intrigave që mund të zhvillohen përtej kamerave të formatit.